Okej, para se të prononcohesha edhe unë për këtë çështje, prita që të përfundonte praktikisht rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, ku më duket qartë që fituesi këtyre zgjedhjeve është Partia Socialiste, duke siguruar mandatin e 4 të qeverisjes në Shqipëri, me një mazhorancë prej 80 e ca deputetësh, që nuk e pash tani, s'kisha kohë, po normalisht kam mbi 80 deputet, dhe duke siguruar një mandat për 4 vite të ardhshme. Tash duhet shohim se si do votohet për certifikimin e zgjedhjeve dhe për certifikimin e rezultatit. Por si të qoftë, për momentin PS-ja ka fituar. Këto ishin lajmet, nëse ju duket të drejtë ose pa drejtë është zgjedhja juaj personale, nuk promonohen për politikë. Kot nuk quhet Kazan News. Ciao.